Momenti vështirë gjatë punës tënde në presidencë, që të ka ngel kështu në mendje? Ato që nuk e haroj takimet e para që kemi bërë me presidentën edhe me baroneshën në disa rajone të Kosovës me viktimat e dhunës seksuale. Ajo është një periudhë që asnjëherë nuk do të haroj në jetën time. Periudha më e vështirë e jetës që kom pritur ndonjëherë ka qenë takimi me ato gra. Me rrëfimet e tyre, të cilat ishin rrëfime për ne, pa ato ishin pjesë e jetës tyre. Dhe ka qenë shumë e vështirë. Ajo periudhë ka qenë e jashtëzakonshme, do thotë koha kur ishim duke filluar komisionin për viktimat e dhunës, verifikimin, dhe do të ka qenë jashtëzakonisht të vështirë. Çfarë ka qenë, mendoj, periudha më e vështirë edhe më sfiduese që e kom kaluar si Antigua, për shkak se ishte shumë e rëndë, të them drejtën, në disa veta që ishim aty nuk mbrinim njëna tjetra, e zëvendësonim njëna tjetrën me ju përkthy rrëfimet që ishin tronditëse, ato që duhet ja përkthenim. Kështu që ishte shumë një pjesë që definitivisht nuk do të harroj asnjëherë në jetën time, është ajo më e vështira në jetë që kom kalu. Kom pas situata tjera në profesion që ka pas edhe rrezik me jetën, ndoshta, mirë, po ajo ka qenë diçka që më ka vrarë në kuptimin, vërtet më ka vrarë. Më ka met si plagë në shpirt.